Të nderuar, për fund kam pak fjalë edhe për ata që Allahu ja ka bën nasib me shku në haxh, por edhe për ata që Allahu nuk ka bën nasib, nuk ka dhënë mundësinë me shku në haxh. Për ata që nuk po shkojnë, krejt e dim se dëshira është e çdo muslimani ta kryen këtë obligim. Por mos të bjen dëshira të nderuar vëllezër, ju kisha lutur shumë. Mos të bjerë dëshira të merremi me përgojim apo edhe kritika për gjërat që nuk i kemi njohuri për to apo nuk dim për to. Se një ditë bara gjithë këtyne kritikave dhe gjonave që folim që pa i ditë, do të bije mbi ne, do të japish llogari. Ndoshta je që si ke lënë 5 namaze, ndoshta je që si ke lënë asnjë agjëri, ndoshta je që kur nuk ke lënë pa dhënë zeqati, ndoshta i ke kry krejt. Por nëse janë çto kritika dhe çto fjalë dhe çto gjona dije se në ditë gjykimit ki me dhënë llogari. Allahu na ruaj, inshallah nuk je nga ata që ka thonë pejgamberi alayhis salam i falimentuar. Sepse po fol për diçka që nuk i di. Jo shtrenjt, jo biznes, jo manipulim, jo monopol. Allahu inshallah u mundson e shkoni dhe e shihni se nuk është ashtu që shparamendoni ju prej këtu. Inshallah Allahu a mundson dhe keni me pa atje se nuk është ashtu që shpomendoni se jo shtrenjt, gjithmonë shtrenjt ata. Kanë shit toka për para njerëz. Toka kanë shit. E kanë shku në haxh. A ka ne vlefsh me toka për para sa të dush. Po e ka shit njeri. S'kemi valla në haxh. Ankohet 20.000 euro e ka godit dasmën për gusht. Qysh betyr, që s'po t'vjen marrë me thonë s'kemi, e ti po mundohesh 20.000 euro për një vit se e ke feju djalin si vjet, e ke feju si vjet për marton, edhe ja ke bon të mundsh me 20.000 euro mi gjet, ku mi gjet, veç me martu djalin. Me restorant, me dukate, me kreta, s'kia. Jo valla kije pas kije. Besimi duhet, shpirtërorja duhet. Allahu na boft të tillë inshallah që kemi shpirtërorën pikë parë. Se pasuninë alhamdulillah Allahu xhaleshanu shumicës ja ka dhënë. Për ata që po shkojnë, i kisha pasë për ta dy fjalë. Ne i gëzohemi i faktit se kërkesat përkundër kritikave të mëdha që i përmendëm më herët, kërkesat janë të shumta vëllezër të nderuar. Vetëm sa po flasim, viti 2026 është mbyll moti lista për me prit për me shku në haxh. 26 apo foli. Po edhe viti 2027 lista është në fund gati që po mbyllet me kandidat për me shkue në haxh. Po foli për Këshillin e Bashkisë Islame të Prizrenit, për rajonin e Prizrenit. Do të ka kërkesat shumëta, elhamdulillah. Ka kërkesat shumëta. Prandaj këto kritikat, këto sendet nuk e bëjnë me u për zbraps ai i cili ka vendosur me shkue në haxh. Ajo që dua t'u them haxhinëve, çdo ibadet karakterizohet në mundësi fizike, ekonomike dhe shpirtërore. Dy të parat vërtet janë vendimtare për këtë udhtim që po udhtoni të nderuar haxhi. Mirë po, shpirtërorja është kryesorja ajo që duhet ju përcjell. Mos u merrni me kushtet e hotelit. Mos u merrni me kushtet e transportit. Mos u merrni me kushtet se çfarë shtrati ke pas. Ushqimin që ke pas, aeroplanin që ke pas. Vëmendja juaj kryesore të jetë vetëm tek pranimi i haxhit të nderuar vëllezër. Vetëm haxhi me ju pranu, sepse një herë në jetë është ajo punë, mos më pranu çaj haxh, krejt ajo investim që ke bën, shkon kot, shkon bosh. Dhe kur shkon atje, përtej për jetimin që e bën haxh, duhet edhe ta kupton haxhin se vërtet haxhi është një ibadet që njeriu e ngrit pak në një shkallë të imanit. Pse? Sepse i bën ato që i ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Rrin aty ku ka nejtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Flan aty ku ka flet Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Han jeton, zgjohesh, flan. Kreta vendet i viziton aty ku ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti në Medinën e Resulullah
e ki mirësinë më të madhe që je pranë varrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ju kisha lut të gjithë aty që po shkojnë, ti çojnë prej meje dhe prej xhamatit ton selam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe për fund po e cekin një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë që transmeton Ebu Hurajra, umra nga umra janë fshirje për gjunahet që bëhen midis tyre, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër vetëm se shpërblimi me xhenet. Umre, nëse i ke kry 2 umre, prej umres në umre, shlyhen gjunahet, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, nëse ke shku e ke kry haxhin dhe është pranu haxhi, nuk ka shpërblim tjetër vetëm se me xhenet, ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ne lutim Allahun që të gjithë atyre që marrin rrugën për haxh, të kenë haxh pranuar e gjunahet të shlyera. Allahu mundsoft të gjithë atyre që e presin këtë udhtim, të bëhet nasip që edhe ata të jenë në karavanin e haxhinëve, inshallah sa më shpejt.